Mimoza Ahmeti është një shembull i gjallë se mosha nuk ka kufi, por përvojë të çmuar. Nuk u desh poezia, por një format eksperimental që ajo të përqafohet nga publiku jo me forcë, por me mendje të mbrehte dhe elegancë natyrale. Inteligjenca e saj është fryti i viteve të përkushtimit, leximit dhe reflektimit të thellë. Në çdo bisedë, ajo dëshmon se urtësia shpesh te i kalon shpejtësinë e rinisë me humorin dhe intelektin e saj. Stili i saj është i veçantë, i thjesht por plot finesë, tërheq vëmendjen pa përpjekje dhe bëhet pjesë e trendit në mënyrën e saj autentike. Besimi që rrezaton është rezultati vetëdijes dhe pranimit të vetes. Për të, bukuria nuk lidhet me moshën, por me mënyrën si e jeton jetën. Ajo frymëzon të rinj të mendojnë më thellë dhe të jetojnë me më shumë kuptim. Në një botë që vrapon pasëres, ajo kujton vlerën e përvojës. Prania e saj është jo mbërmes brezave, që bashkon energjinë me botë kuptimin. Kjo grua është dëshmi se madhështia nuk njeh moshë, por shpirt dhe karakter.